Shtëpia mbi kodër s'është peizazh e as ndonjë skulpturë ku ndonjë shtëpi vendoset në një vend të caktuar. Është një copë skeleti, një legendë që duket se ka ngelur diku. Nga një tjetër dimension është shtylla e një trupi. Në këtë kontekst prek simbolikën e shtëpisë si shtyllë të mbamendjes së një fëmije. Valdrin Thaçi luan fort me tituj që krijojnë pritje të tjera. Në konceptin kuratorial, paqartësia është forcë e veprës së tij, por duket se paqartësia është edhe shtysa e veprave, ose ndonjë alamet qartësie. Shtëpia mbi kodër, pos si vepër, është titulli i ekspozitës nëpërmjet së cilës Galeria Kombëtare e Kosovës ka inauguruar hapësirën e re që deri tash ishte Galeria e Ministrisë së Kulturës apo Qafa. Ndërtesa e GKK-s do t'i nështrohet restaurimit e veprimtaria do të zhvillohet te hapësira e rinuar. Valdrin Thaçi, artisti gjeneratës së re, provon të provokojë në dimensione të ndryshme. Herë krijon përshtypjen se është në kërkem të një identiteti, e herë duket sikur e ka gjetur, por synon të luajë me atë e ta sfidojë deri në limitet që ja del. Identiteti, ekzistenca e nocioni i shtëpisë janë triptiku që s'undahet asnjërs prej veprave. Estetikisht të pasura e të pastra, njëherësh spekulative, ato fusin audiencën në një lojë jo fort të lehtë. Janë tepër punë personale, kështu që duke filluar edhe prej emrit ekspozitës që vjen prej do më thonë, në ekspozitë shihet një skulpturë, është një maket e një shtëpisë, që në fakt është shtëpia e fëminisë, që ku nga blind, që ka qenë vendosur mbi një kodër, kështu që emri vjen në fakt drejt për drejt prej gjenezës, ku unë kom lind, edhe pastaj punë tjera reflektojnë mbi këto narrativa të identitetit, të shtëpisë, narrativa kulturore e tjere që përfshihen brenda këtij spektrumi. Titujt e veprave i shfrytëzon si ftesë të drejtë për drejtë për audiencën, por nëpërmjet veprave ngacmon imagjinatën, provokon mbi identitetin dhe mundohet të fusë të pranishmit të sfidojnë veten në raport me konceptet që kanë për jetën duke nisur nga identiteti. Në fakt, emrat janë drejt për drejt, mirë po punët nuk më duken që janë drejt për drejt, ashtu që në fakt lojnë vend goxha shumë për publikun me zbulusa mrenda pikturës, që do më thonë nëse sheh pikturën, edhe ka emrin nana, madhe, po në fakt në pikturë është një djalë është duke mbajt një gotë qumshti, do më thonë është e shtresume me kështu, me layer, se shtelët të sheshta, që ty si publik t'jep njëjtën kohë nështë të bën pak konfuz, po dhe t'jep material me zbulu ndoshta atë temën nda pikturës, pikpamjen tonë. Kuratorja e ekspozitës, Erka Shalari, ka thënë se veprat sjellin një ekzistencë që zhvillohet dhe evoluon. Më duket që Valdrini është gjithmonë shumë filozofik, për shumë dhe nga intervista e parë që kemi pasur në 2023, ka qenë një intervistë shumë e gjatë dhe tani është gjithmonë, domethënë, unë gjithkohës marr shtresëzime të reja, është sikur s'do mbaronin kurrë, domethënë këto shtresëzimet e tij, dhe sa herë për shembull që ndodh një vepër e re, është lloji i artistit që ty të bën, domethënë që nuk është se tani unë kam mësuar që ta dekodoj ose ta çkodoj punën e tij, ai vazhdon, magjia e punës është gjithmonë, domethënë në çdo punë të re, domethënë ka gjithmonë do ngelen shtrezimet. Thaçi, i cili ka përfunduar shkollën e artit Odise Paskali në Pej, e pastaj ka studiuar në Fakultetin e Arteve të Universitetit të Prishtinës, ka qenë student i Zake Prelvukajt. Ajo ka thënë se kjo ekspozitë është vetë Valdrini. Ne kemi folëm kujtohet me Valdrinin dhe si është kriju pianoja, çka janë rozetat, kemi shku për tej, çka bën NASA,
çka janë zhvillimet teknologjike, ku na prekin neve ato ku janë prekshme, edhe pa prekshme edhe ndërkohë, edhe mi thonë drejtën nuk ju kom ndajt shumë mbi kokë studentëve për me i dezorientu, po i kom mësu, edhe ata ka qenë natyrisht prirur dhe taftë në atë kohë dhe pse në kanë tri, për me i pranua me i mësu me vetë studiu. Do të thonë me studiu këtë çka ata donë me marë, ose me absorbua për me mujtë me plasua si artist. Edhe me kanë më gjerë se edhe me marë prej këtuj, po me kanë motive globale. Kështu që sot kemi të bëjmë me Valdrin Thaçi, një artist jo i rëndomt, një artist shumë i veçantë, edhe e një shumë realen, hiperrealen. Edhe e një vizatimin, edhe e kom pa prej viti dytë si din me lujt me matematikën e ftyrës, anatomisë, gjithat, kur një artist i din këto, e bon edhe këtë ekspozit, e bon tjetën, edhe mu i me thonë që ka me kenë një emen që do të pasuron natyrisht artin tonë, mirë po do t'jetë artist sa kosovar, sa global. Në ekspozitën e tij të parë personale në Galerinë Kombëtare të Kosovës, Thaçi është paraqitur me disa fragmente të krijimtarisë së tij. Janë fragmente që sikur paralajmërojnë të panjohura e nganjëherë edhe sjellin të panjohura, besin midis provokimit dhe tentimit për të dalë nga ajo gjendje.